Rikonstruksioni i shkollës Alilaçi në Shkodër është drejt fundit. Drejtori i shkollës Ardian Bardhi tregon mbi ndërhyrje që janë realizuar. Deri në këtë momente janë bë prishja e pjesës përpara të oborrit dhe hyrja e shkollës nga rrugica ka dalë përpara, ashtu siç ka qenë më përpara, pa shkthyer identitet hyrja e shkollës. Aktualisht shkolla ka 160 nxënës. 3 vitet e fundit ka patur një rritje të lehtë. Pritet që përmirësimi i kushteve të sjellë më shumë regjistrime në klasën e parë për gjatë vitit të ardhshëm shkollor. Ka ndihmuar shumë në pjesën në aspektin e prurjes së nxënësve. Shpresojmë që domethënë që me marrimin e këtij rikonstruksioni nxënësit kemi edhe më tepër fluks nxënësish, sidomos për klasën e parë që është më shumë e rëndësishme për ne. Aktualisht ka 160 nxënës. Gjatë këtyre viteve kena pas prurje jo të shumta, por kena pas një rritje prej 25 nxënësish, por më tepër se sa vitet e tjera. Pra flas për një 3 vjeçar, është rrit numri i nxënësve. Tashmë me ambientet sportive dhe rekreative me sistem ngrohje dhe mësimdhënie bashkëkohore, kjo shkollë mbetet një pjesë e institucioneve arsimore më të rëndësishme në qytet. Krahas shkollës Alilaçi, punimet janë drejt fundit edhe për gjimnazin Kolidromeno.